Të nderuar miq, jemi në këtë hapësirë të intervistës dhe me mua është bashkuar Christian Collins, kryetari i Senatit Rinor të shtetit të Teksasit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mr. Collins, thank you for joining me. Është vërtet një nder të jem këtu me ju dhe në Shqipërinë tuaj të bukur. Është hera ime e parë dhe jam shumë i emocionuar që ndodhem këtu. Pse jeni këtu? Pse erdhët në Shqipëri? Cila është arsyeja e vizitës tuaj? I'm here in Albania because I love the Albanian people. I have some dear friends in Conroe, Texas. Jam në Shqipëri sepse i dua njerëzit shqiptar. Kam disa miq shumë të dashur në Teksas. Njëri prej tyre quhet Joe Haliti dhe ai zotëron bashkë me vëllain e tij, Nick Haliti, restorantin Joe's Italian. Generous things to help the community, and he gives so many foods away, and he helps so many people from our police officers to our teachers to our Ai është si një hero në Teksas, shumë i njohur sepse bën kaq shumë vepra bujare për komunitetin. Shpërndan ushqime falas, ndihmon shumë njerëz, nga oficerët e policisë, të mësuesit dhe zjarfiksit. Në çdo fatkeqësi natyrore, Joe Haliti është gjithmonë aty për të ndihmuar njerëzit. Para se ju të vinit në Shqipëri, ishit në Prishtinë. Si ishte vizita juaj atje? Përpara se të vija këtu, shkova në Kosovë dhe nuk e dija që të gjithë në Kosovë janë shqiptar. Gjë që për mua ishte një surprizë shumë e bukur. Mësova shumë për Kosovën. Ishte një përvojë mrekullueshme. Në Teksas të Shteteve të Bashkuara, ju jeni mjaft aktiv në politikë. Në Shqipëri flitet shpesh se të rinjt janë të zhgënjur nga politika. Si motivoni ju të rinjt në Teksas që të mos dorëzohen? Theksi me të rinjt është që ata të kenë vlera, të kenë besim dhe të kenë një arsye dhe qëllim për ekzistencën, dhe gjithashtu të jenë politikisht aktiv dhe të ndikojnë në kulturën politike. Mendoj se është shumë e rëndësishme që të kemi njerëz me moral të mirë në pozita dhe pushtet. Dhe si krishter, emri im është Kristian dhe vi nga një kombi krishter. Shkrimi në Biblën tonë thotë te fjalët e urta 29 se kur të drejtët janë në pushtet, populli gëzohet, kur sundojnë të ligjt, populli vajton. Dhe e kështu ne duam të krijojmë të rinj që kanë integritet, që marrin vendimet e duhura, në mënyrën që të mund të jenë në pozita udhëheqëse kur të rriten dhe të udhëheqin kombin. Kjo është ajo që shpresojmë për të rinjt tanë, që ata të mund të jenë lider. Por jo të gjithë do të jenë lider. Kështu që ne duam që njerëzit të martohen, të kenë familje, të kenë fëmijë, dhe të jenë lider të shtëpive të tyre, të jenë qytetarë të mirë që bëjnë punë të mira, që kanë integritet, dhe që i bëjnë komunitetet e tyre dhe vendin e tyre një vend edhe më të mirë. Dhe ne shpresojmë që kjo të ndodhë. Ne në Ballkanin Perëndimor kemi një problem me liderët e vjetër politik. A mendoni se të vjetri duhet t'u alon vendin të rinjve, apo të rinj duhet të luftojnë për të ardhmen e tyre politike? I think it's very important if you want to have a successful nation. Mendoj se është shumë e rëndësishme. Nëse dëshiron të kesh një komb të suksesshëm, që të kesh një plan trashëgimie. Me fjalë të tjera, duhet të trajnohen liderët dhe njerëzit më të vjetër duhet të mentorojnë të rinjt dhe të rinjt duhet të kërkojnë mundësi për t'u mentoruar nga njerëz më të vjetër. Kjo marrëdhënie ndërbrezore është ajo që do të krijojë lider në vendin tuaj dhe që kjo të ndodhë. Të rinjt duhet të jenë në pozita udhëheqëse. Ne jemi ulur në tryezë. Të rinjt kanë nevojë për një pozicion dhe një vend në tryezë ku t'u jepen mundësi për të qenë lider. Dhe do shpresoja që disa nga njerëzit më të vjetër në Shqipëri t'i japin këto mundësi, t'i japin një shans një të riu dhe ta përcjellin më tej këtë gjë, në mënyrë që këta të rinj ta vazhdojnë këtë trashëgimi dhe një ditë kur të jenë më të vjetër, edhe ata t'u japin këtë mundësi të rinjve të tjerë. Nëse dëshiron që vendi yt të mbijetojë, duhet kesh një vend ku njerëzit ndihen se kanë mundësi. Përndryshe, ata migrojnë diku tjetër, shkojnë në pjesë të tjera të botës sepse duan mundësi, duan arsim, duan mundësi ekonomike, dhe kështu, ata duhet kenë mundësi këtu në Shqipëri. Cili është roli që kanë të rinjt në mbrojtjen e demokracisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe çfarë mund të mësojnë të rinjt shqiptar nga kjo prevojë? Well, I think it's critically important that they are trained with the right worldview and values so that they understand. Mendoj se është jashtëzakonisht e rëndësishme që ata të trajnohen me botkuptimin dhe vlerat e duhura, në mënyrë që të kuptojnë se socializmi, kudo që është provuar në botë, ka dështuar. Dhe nëse dëshiron të kesh një vend të begat dhe rritje ekonomike, atëherë duhet të kesh një perspektivë kapitaliste. Because it's the company owners
It's the employers that employ the employees. You have to have opportunities. Dhe ke nevojë për lider që e kuptojnë kapitalizmin, sepse janë pronarët e kompanive, janë punëdhënësit ata që punësojnë punonjësit. Duhet kesh mundësi për të dhënë njerëzve punë, dhe mendoj se për shumë njerëz kjo është gjendja njerëzore. Nëse atyre u jepen mundësi për të lullzuar dhe për të pasur sukses, dhe për të fituar para dhe për të siguruar familjet e tyre, kjo u jep atyre ndjejnë vlerë dhe vetbesimi, ku nuk valen aq shumë nga qeveria për të dhënë ndihma, por që kjo të ndodh, duhet kesh lider që e kuptojnë rëndësinë e kapitalizmit dhe duhet të investosh në komunitetet dhe vendin tënd, ku sistemi politik duhet jetë i tillë që të krijojë liri dhe mundësi për rritje. Nuk mendoj se nëse unë kam diçka, dikush tjetër nuk mund të ketë diçka. Jo, është e kundërta. Kur unë kam diçka, mund të krijoj diçka ku edhe njerëz të tjerë mund të kenë diçka. Dhe mund t'i nxjerrësh njerëzit nga varfëria me kapitalizëm. And you can lift people up out of poverty with capitalism. Shumë të rinë shqiptar largohen nga vendi për studime, por shumica prej tyre për punë, për një jetë më të mirë. A është emigrimi një humbje apo një mundësi për të rinjt, sipas jush? Well, I feel conflicted about this because on one hand, here I am traveling. Unë jam i ndarë në mendime. Nëse ata duan të shohin botën, shumë mirë. Por ajo që do të ishte e mirë për kombin e Shqipërisë është që ata të kthehen në shtëpi, të marrin njohuritë e tyre dhe pastaj të ndërtojnë një Shqipëri më të At the mirë. end of the day, I'm going to go back home. And so what I would hope for the Albanian young people is that they would go to other parts of the world if they need to get educated and find some opportunities to get educated. And if they want to see the world, great. Ta bëjnë këtë vend të madh duke hapur biznese dhe duke krijuar mundësi ekonomike për njerëz të tjerë dhe duke nxitur atë zhvillim. They make this country great by starting businesses and creating economic opportunities for other people and fostering that development. Dhe kur jemi këtu, a ka programe konkrete nga samiti rinor i Teksasit për shkëmbime akademike ose mentorim për të rinj shqiptar? Ne do të ishim shumë të nderuar të mirëprisim çdo nga Shqipëria që dëshiron të vijë në samitin rinor të Teksasit, dhe çfarëdo që mund të bëjmë për të qenë ndihmues dhe mbështetës që kjo të ndodhë. Kjo është një nismë për të cilën po them sot se ne do të bëjmë gjithçka që mundemi për të mirëpritur shqiptarët dhe çdo nga Kosova për të qenë pjesë e samitit rinor të Teksasit. Do të ishim shumë të nderuar të kishim çdo nga vendi juaj në Teksas. Tani do të ndalem në disa pyetje politike. Si shihni Shtetet e Bashkuara, shtetin e Teksasit, por edhe botën, në udhëheqjen e presidentit Donald Trump? Well, I feel personally, and I'm a Republican, I feel that President Trump is the best president of my lifetime. Unë jam republikan. Mendoj se presidenti Trump është presidenti më i mirë në jetën time. Dhe presidenti Trump ka kaluar nëpër kaq shumë gjëra në vendin tonë. Kishte kaq shumë korrupsion. Ata u përpoqën ta fusin në burg, u përpoqën ta vrisnin 2 herë. Ja njollosën karakterin dhe gënjyen për të. Ata bën gjithçka që mundën për ta ndaluar përmes procedurave të shkarkimit dhe asaj që ai i quan gjyqe gjuhë të jeshtrikash. Ata bën gjithçka që ishte e mundur për ta ndaluar. Dhe megjithatë, ai ja doli sepse ka një vendosmëri për ta bërë Amerikën përsëri të madhe. Dhe kur ai flet për ta bërë Amerikën përsëri të madhe, ajo që unë shoh është se Amerika pas luftës së dytë botërore ishte kombi më i fuqishëm në botë, por për shkak të disa liderëve që kanë qenë në pushtet, ajo nuk ishte e fuqishme për një periudhë kohe dhe ne ja dorëzuam atë autoritet ndoshta disa vendeve të tjera në botë. Dhe nën Trump, njerëzit e kuptojnë se Amerika është ekonomikisht dhe ushtarakisht kombi më i fuqishëm në botë. Ai flet shumë qartë për diktatorët në mbar botën. Kur ai thot diçka, e ka seriozisht. Ju më mirë të mos ngatroheni me Amerikën. Dhe ai dëshiron të sigurojë që miqt dhe aleatët tanë të mbrohen dhe të jenë të sigurt. Dhe njerëzit kanë frikë nga Trump sepse ai është i fortë. Dhe ai ka një mendësi të paqes përmes forcës. Ai nuk dëshiron luftë. Dhe në fakt, ai ndaloi 7 luftra që ndodheshin në mbar botën. Dhe ai vërtet e meriton të çmimin Nobel për paqen. Unë në fakt jam pjesërisht norvegjez. Kam një nënë që është norvegjeze dhe në Norvegji jepet çmimi Nobel për paqen. And in Norway, they give the Nobel Peace Prize. Të jemi sinqert, unë kam parë shumë video në rrjetet sociale nga Shtetet e Bashkuara javët e fundit. ICE, protesta, kaos. A është kjo Amerika e vërtet? Well, I can say that, look, we should have... Mund të them këtë. Shikoni, ne duhet ta kemi mundësinë të protestojmë paqësisht në Amerikë. Por kjo nuk është ajo që po ndodh në Shtetet e Bashkuara. Ajo që po ndodh në të vërtetë është se financohet nga njerëz si George Soros. Dhe ajo që po ndodh nuk është as pak organike.
Ata kanë pankarta të shtypura dhe sillen rreth e rrotull në këto pankarta. Janë pankarta të rreme, askush nuk i ka bërë ato pankarta në shtëpi. Ata nuk i kanë përgatitur ato pankarta në mënyrë organike. Janë pankarta të shtypura dhe këta njerëz janë protestues të paguar dhe ata shkojnë nga qyteti në qytet dhe përpiqen të nxisin polemika. Ata po përpiqen ta bëjnë atë që po ndodh me ICN, ngjashme me atë që ndodhi 4 vite më parë me Black Lives Matter dhe nuk është e njëjta gjë. Njerëzit duhet ta kuptojnë se arsyeja pse ekziston ICE-ja është sepse njerëzit që kanë ardhur në vendin tonë ilegalisht kanë vrarë kaq shumë njerëz. Shikoni rastin e Lake dhe Relay, për shembull. Nëse ata që po protestojnë do ta kuptonin se Lake dhe Relay, e ëmbla Lake dhe Relay, e cila po ashtu do të bëhej infermiere dhe ishte shumë e veçantë, dhe jeta e saj u mor sepse u vra nga një emigrant ilegal. She had her life taken from her because of an illegal immigrant. One question for Soros. Soros. Dhe me qenë se e përmendët Sorosin, ai ka një ndikim shumë të madh në Ballkanin Perëndimor, përmes politikës por dhe organizatave të shoqërisë civile. Pse republikanët janë kundër tij? Çfarë po bën ai keq? Going to wrong way. You know, I don't know why George Soros is bent the way that he is. I can just say that Nuk e di pse George Soros është ai që është. Mund të them vetëm se ai është në anën e gabuar të çdo çështjeje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe është shumë i përqendruar që të sigurojë që krimi të mos ndiqet penalisht. Dhe për të pasur një shoqëri civile të sigurt, krimi duhet të ndiqet penalisht. Por ajo që ai bën në të vërtetë është se ai ka prokuror në zona si ajo ku jetoj unë, në qarkun Harris. Ai ka prokuror që ndjekin penalisht krimin. Ai siguron që ata të jenë sa më të butë dhe liberal. Kështu që nëse dikush bën diçka të tmerrshme dhe vret dikë, ai do të ketë një dënim shumë të lehtë. Dhe ai gjithashtu siguron që të zgjidhen gjyqtarë që nuk do të jenë të ashpër ndaj krimit. are elected who will not be tough on crime. Yeah, you know, Albanian, it's 19% of people it support USA. Nuk e di nëse e dini, por shqiptarët janë një popull që pothuajse 90% e mbështet Amerikën dhe janë pro-amerikan. Çfarë mendoni për marrëdhëniet politike mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Albanian government and Trump administration. Well, my understanding is Trump has a lot of respect for the nation of Albania. Nga sa kuptoj unë, Trump ka shumë respekt për kombin e Shqipërisë dhe për popullin shqiptar. Dhe ai po bën gjithçka që mundet për të sjellë paqe dhe liri në këtë rajon. Madje ai nuk e pëlqen as luftën Rusi-Ukrainë dhe ka bërë gjithçka që ka mundur për të sjellë paqe dhe stabilitet. Ai flet me Zelenskin, ai flet me Putinin gjatë gjithë kohës, duke u përpjekur të sjellë paqe në këtë rajon. Dhe ai nuk dëshiron më asnjë luftë. Dhe ai do të bëjë gjithçka që mundet për të sjellë paqe dhe ka shumë respekt. E është mirënjohës që kombi Shqipërisë dhe kombi Kosovës janë në bordin e paqes. Ai është mirënjohës që, nga sa kuptoj unë, ata ishin të dy në bordin e paqes. He's grateful that I understand that they were the two. Dhe kur jemi tek bordi i paqes, Shqipëria është vendi i parë në botë që ratifikoi marrëveshjen në parlament. E didit këtë? Kjo është e mrekullueshme. Po, kjo është e mahnitshme. Dhe ne jemi shumë mirënjohës. Unë, si amerikan, mund të flas vetëm për veten time. Jam shumë mirënjohës që ju qëndroni përkrah Amerikës në sjelljen e paqes në botë, në çdo kohë. Dhe për fund, zoti Collins, a keni një mesazh për të rinë shqiptar, qoftë që angazhohen në politikë, por edhe në aktivizëm? Absolutely. I think it's important that you get involved in the political process early and young. In my country, Absolutisht. Mendoj se është e rëndësishme që të përfshiheni herët dhe të rinë në procesin politik. I understand that in your country, to have the political system that you have it's not very old. Në vendin tim, presidenti që unë e dua, Ronald Reagan, ka thënë se liria është vetëm një brez larg zhdukjes. E kuptoj që në vendin tuaj sistemi politik që keni nuk është shumë i vjetër, por është shumë delikat. Janë rreth 30 e ca vite që keni funksionuar si komb pas rënies së regjimit komunist. Dhe e di që duke qenë në kufi me Kosovën, ka pasur shumë ndryshime që kanë ndodhur pas një lufte, dhe Amerika qëndroi përkrah aleatit të saj në Kosovë. What their parents knew that freedom is not free and that they have the opportunity to grow up in peace because people fought for that freedom. Dhe gjithë kjo për të thënë se është e rëndësishme që të rinjt ta kuptojnë atë që prindërit e tyre dinin, se liria nuk është falas dhe se ata kanë mundësinë të rriten në paqe, sepse njerëzit luftuan për atë liri. Dhe kështu ju duhet të luftoni në çdo brez për të vazhduar të mbroni atë liri, sepse ne kurrë nuk mund të lejojmë diktator apo qeveri të këqija
të marrin kontrollin dhe të na vendosin në një pozicion shtypjeje. What we want is to be able to speak up for our rights and be involved in the political system in a democratic republic in America and your democracy here and standing up for what's right. Zoti Collins, faleminderit shumë për këtë intervistë. Isa, është një nder i madh. Faleminderit që më ftuat. Faleminderit.